Dashi. Nisja e ditës premton energji dhe entuziazëm të jashtëzakonshëm, duke të dhënë një ndjesi të freskët fillimi. Në fushën e dashurisë, shfaq empati dhe dëgjo partnerin tënd me kujdes për të shmangur keqkuptimet e vogla që mund të lindin. Për sa i përket punës, përqendrohu te detajet dhe mos lejo që nxitimi të largojë nga cilësia e punës. Kur bëhet fjalë për financat, është momenti i duhur për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë investime të menduara. Mos harro se një vendim i mençur sot mund të sjellë përfitime të mëdha në të ardhmen. Brenda teje ndihet një ndjenjë e thellë qetësie dhe pjekurie, duke të ndihmuar të mbash ekuilibrin në çdo situatë që të paraqitet gjatë ditës. Demi. Mëngjesi sjell ndjenjën e qetësisë, ndërsa mendimet fluturojnë si një ëndër e butë. Në dashuri, është momenti të dëgjosh më shumë partnerin dhe të lësh zemrën të flasë. Punët kërkojnë fokus dhe vendosmëri, ndaj evitoni shpërqendrimet e panevojshme. Një mundësi e re financiare mund të vijë papritur, ndaj qëndroni syçel për të mos e humbur. Sot është dita për të vlerësuar atë që keni dhe për të bërë plane të arsyeshme. Ndjesitë tuaja emocionale mund të jenë pak të luhatura, por një shëtitje e qetë në natyrë do t'ju ndihmojë të gjeni ekuilibrin. Falenderoni universin për çdo gjë të vogël dhe shikoni se si dita shndrit me energji pozitive. Ndani një buzëqeshje me dikë që e ka të nevojshme. Binjakët. Mëngjesi sjell energji të re, duke ndezur shpirtin tuaj krijues. Një bisedë e papritur mund të ndriçojë jetën tuaj personale, duke sjellë më shumë qartësi në marrëdhëniet. Nëse ndjeni nevojën për të shprehur ndjenjat, ndiqni intuitën tuaj. Zemra ka një gjuhë që fjala nuk e kap në punë. Qëndrimi fleksibël dhe hapja ndaj ideve të reja do t'ju ndihmojnë të përparoni. Kujdesuni për financat tuaja, duke shmangur shpenzimet impulsive. Një investim i vogël sot mund të sjellë përfitime më vonë. Ndërsa dita përparon, gjeni kohë për reflektim dhe qetësi. Një ecje në natyrë mund të rivendos ekuilibrin tuaj të brendshëm. Përqendrohuni te vetja dhe dëgjoni zemrën, ajo gjithmonë di rrugën e duhur. Daforia. Sot ndihesh më i ndjeshëm se zakonisht dhe ndërthur aromën e ëmbël të kujtimeve me emocionet e së tashmes. Një mik i vjetër mund të rikthehet në jetën tënde, duke sjellë me vete një val nostalgjie dhe këshilla të mençura. Në dashuri, është momenti ideal për të shprehur ndjenjat më të thella dhe për të krijuar lidhje të forta emocionale. Në vendin e punës, një projekt i ri mund të kërkojë vëmendjen tënde, por mos u shqetëso, sepse aftësitë tua do të drejtojnë drejt suksesit. Financat duket se po stabilizohen, ndaj shijo një moment paqeje. Lëri shqetësimet mënjan dhe përpiqu të krijosh një ambient të ngrohtë dhe të qetë përreth teje, ku zemra ndjen siguri dhe mirësi. Luani. Dita e sotme do të ndriçohet nga një energji pozitive që ju bën të ndjeni më të sigurt se kurrë. Në punë, përqendrimi juaj do të shpërblehet, ndaj mos hezitoni të merrni iniciativën për projektet që keni në mendje. Financat mund të kërkojnë pak më shumë kujdes, por gjithçka do të stabilizohet nëse merrni vendime të menduara. Në dashuri, komunikimi është çelësi, ndani mendimet dhe ndjenjat tuaja me partnerin për të forcuar lidhjen. Për ata që janë beqar, një njohje e re mund të sjellë emocione të freskëta. Ndërsa dita kalon, bëni kohë për veten dhe dëgjoni intuitën tuaj, e cila do t'ju udhëheqë drejt qetësisë së brendshme. Merrni frymë thellë dhe shijoni çdo moment të ditës. Virgjëresha. Sot dita do të sjellë mundësi të reja për të komunikuar me partnerin ose dikë që ju intrigon. Shfrytëzojeni këtë për të përforcuar lidhjet emocionale. Në punë, fokusohuni në projektet e vogla që kërkojnë kujdes, pasi detajet janë aleati juaj më i mirë. Për të mbajtur ekuilibrin financiar, është momenti i duhur për të rishqyrtuar buxhetin dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Gjendja shpirtërore mund të ndryshojë papritmas, kështu që merrni pak kohë për të reflektuar dhe për të rikuperuar. Një shëtitje e qetë në natyrë do t'ju ndihmojë të gjeni paqe. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të vini nevojat tuaja të para. Besoni në ndjenjat tuaja dhe ato do t'ju udhëheqin drejt rrugës së duhur. Dëshorja. Sot do të ndjesh një frymë të re që do të fryjë drejt zemrës tënde, duke sjellë harmoni në marrëdhëniet personale. Momente të qeta dhe të ngrohta do të pasurojnë ditën, duke të dhënë mundësinë të forcosh lidhjet emocionale. Në punë, kreativiteti do të jetë aleati yt kryesor, prandaj mos hezito të ndash idetë novatore me kolegët. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangësh shpenzimet impulsive për të ruajtur këtë ekuilibër. Energji pozitive do të ndihmojë të përballosh çdo sfidë me qetësi dhe mençuri. Merr pak kohë për veten sot, shijoje një moment meditimi që do të ndihmojë të mbash harmoninë e brendshme. Një buzëqeshje do të hap dyert e mrekullive të vogla. Akrepi. Sot zemra juaj mund të ndjejë një harmoni të veçantë, duke ju shtyrë të ndërveproni më shumë me ata që doni.
Nëse keni një projekt profesional në mendje, përkushtohuni ndaj tij me gjithë energjinë tuaj. Mundësitë financiare janë rreth jush, por shqyrtoni çdo ofertë me kujdes. Një moment në natyrë mund të jetë burim frymëzimi, mos e lini pas dore. Mos nxitoni në vendime të mëdha, por dëgjoni intuitën tuaj, ajo ju udhëzon drejt zgjedhjeve të drejta. Një takim i papritur mund t'ju sjellë misi të reja ose perspektiva të reja. Kujtoni të merrni frymë thellë dhe të relaksoheni, pasi kjo do t'ju ndihmojë të mbani ekuilibrin e brendshëm. Besojini ritmit të ditës dhe gjithçka do të rrjedhë natyrshëm. Shigjetari. Dita e sotme do të sjellë gjallëri dhe ndjenja optimiste që do të ndihmojnë në ngritjen e moralit. Në aspektin e dashurisë, çastet e vogla të kujdesit dhe mirësisë do të kenë një ndikim të madh. Jepni kohë për të dëgjuar partnerin dhe për të kuptuar nevojat e tij. Në punë, përqendrohuni në detajet e vogla, pasi ato mund të bëjnë diferencën e madhe. Shmangni vendimet e nxituara dhe mbështetuni tek intuita juaj për të udhëhequr drejt zgjedhjeve të duhura. Financat kërkojnë vëmendje dhe menaxhim të kujdesshëm, kështu që mos u tundoni nga blerje impulsive. Ndjeni energjinë pozitive që ju rrethon dhe përdorni atë për të ndriçuar rrugëtimin tuaj. Kujdesuni për mirëqenien tuaj emocionale duke marrë kohë për reflektim e relaksim. Briçapi. Dita e sotme ofron mundësi të shkëlqyera për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Një diskutim i hapur me partnerin do të sjellë qartësi dhe intimitet të rritur. Në punë, qëndro i fokusuar te detajet. Një projekt i ri po kërkon vëmendjen tënde unike. Përpjekjet do të shpërblehen me njohje dhe vlerësim të merituar. Financat duken të qëndrueshme, por keni kujdes nga shpenzimet impulsive. Nëse mundeni, ndihuni të lirë të planifikoni një investim të vogël për të ardhmen. Ndjesitë janë të qeta dhe të balancuara, duke ofruar një moment për të vlerësuar bukurinë e jetës së përditshme. Hapni zemrën ndaj gjërave të vogla që sjellin lumturi. Përqafoni ditën me entuziazëm të ri dhe ëndra të reja. Ujori. Sot do të ndihesh i inspiruar dhe energjik, duke u përqendruar në hapësira inovative dhe ide të reja. Në dashuri, mundësitë për intimitet të thellë janë të shumta, ndaj mos nguro të shprehësh ndjenjat. Për sa i përket punës, do të përballesh me sfida të cilat do të kërkojnë mendje, empatësi dhe kreativitet. Ruani qetësinë dhe do të rrëmbeni suksese. Në financa, kujdesi duhet të jetë fjalë kyçe. Evito shpenzimet e panevojshme dhe planifiko me kujdes për cakto prioritetet. Një zgjidhje e mençur do të linë nga introspeksioni dhe vëmendja ndaj detajeve. Në përgjithësi, dita do të ofrojë momente të bukura dhe të papritura, duke të bërë të ndihesh i gjallëruar. Jepi hapësirë shpirtit për të ëndëruar dhe për të gjetur harmoninë e brendshme. Peshqit. Sot, ndjesitë dhe intuita juaj do të jenë në kulmin e tyre, duke ju ofruar mundësi unike për të kuptuar më thellë situatat përreth. Në jetën sentimentale, kushtojini vëmendje të veçantë partnerit, sepse komunikimi i sinqert mund të sjellë një afërsi të re dhe të ëmbël. Në punë, një ide që keni mbajtur për vete prej kohësh mund të jetë çelësi i suksesit. Mos keni frikë ta ndani atë me të tjerët. Financat duken stabil, por mendojeni 2 herë para çdo shpenzimi të madh. Nëse ndjeni nevojën për të qëndruar vetëm, mos hezitoni të merrni kohë për reflektim të qetë, duke shijuar momente të vogla që ju mbushin me paqe. Sot është dita juaj për të ndriçuar me ëmbëlsi.